Transmetohet se me punën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka ardhur një grup njerëzish prej Yemenit me pranu Islamin. Edhe në mesin e tyre kanë pas një djalë të ri. Rrinte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me javë, edhe pastaj thonë pejgamberit, sot po shkojmë na për shtëpiton atje, po kthehemi, po lëna ne porosi, edhe lutu për neve që të ketë bereqet jeta jonë, që të kemi fat në jetë, që të kemi lumturi në jetë, sepse po të është i Zoti më ta marr lumturinë e jetës, me t'i dhënë edhe qelësat e dunjas në dorë, ti kemi thënë dëshpëruar dhe kemi tuaj dëshpëruar. Sepse lumturia e jetës është bundti që e ka Allahu dhul xhelal, kur ato don. Ajo s'blehet me parë dhe nuk arrit me gjëra materiale. Të gjithë e patën kanë një dëshirë të ndëruar vëllezër. Dhe u lut pejgamberi për ta. Mbet një djalë i ri. Tha Rasulullah, tha gjithë dhe ja dhave përgjigjen, tha unë ka marrë, tha për një çështje tjetër. Tha unë ka marrë me pranu fejen të ti, edhe me thonë, ja Rasulullah, lutë Allahun për 3 çështje për mua. Tha lutë Allahun dhul xhelal, le të më falë një kësaj bote, dhe le të më falë botën tjetër. Tha lutë Allahun dhul xhelal, le të më mëshiron, sepse pjesë e mëshirës Allahut për njerin është lumturia kësaj bote. Po s'do është Allahu më ta dhënë lumturi, nuk kanë më të bën kur kush më të lumtur këtë botë. Tha lutë Allahun le të më mëshiron dhe ta shoh jetën në kënd vështrimin real që është jeta. Edhe e treta të ndëruar vëllezër, tha Rasulullah, tha lutë Allahun le të më bën në zemër dhe në shpirt e jo pasunit në mendje dhe në dorë. E di çka ndodhi të ndëruar vëllezër. Ata u kthy në shtëpitë e veta dhe pas 4-5 vite pejgamberi sa më shkon në Mekë për të bërë haxh. Edhe ato njerëz që i takojnë në Medinë dhe pranojnë Islamin, i takojnë në haxh. Për ashtim të atij djalit të ri. Edhe po i afrohet njëri, po i thot, ja Rasulullah, ne me ato njerëz që jemi taku me ty në Medinë, kemi pranuar Islamin prej teje, je lut për neve një nga një. Pejgamberi sa mi bani përshtypje djali i ri. Tha në rregull, ku është ai djali i ri që ka qenë me juve? Dhe si është puna e tij? Njëri tha Rasulullah pranë shtëpi. Edhe tha i djalë, tha nuk ka njeri më të lumtur në rrethin tonë atje. Edhe po t'jep ka thonë qelësat e dunjas në botë, në dorë, dhe ai si don kur. Thot, atë që është i lumtur me jetën e vetë. Edhe atë që marrë mi lakmi, thot na, sa që e kesh mi dhanë këtë pasurin që e këna marrë. Thot ta shijojmë knatësinë e jetës që shijon ai person. A e di çka tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sepse kur i bani dua pejgamberit o Zot, Allahumma ighfir lahu, o Allah fa falë këtë njeri. Allahumma irhamhu, o Zot mëshirohu, dhe që janë një pjesë të mëshirës tonë në zemrën e tij, që ta sheh botën në realitetin e saj. Dhe tha waj'al ghinahu fi qalbihi, dhe bënë të pasur në zemër, dhe jo në mendje dhe në dorë. Sepse pasuria mund me kanë dorën tonë e në shpirtin tonë. Pejgamberi kur i bani këtë dua, çka i tha këtyre njerëzve? Tha alhamdulillah. Tha takimi, falënderimi të kanë Zotit madhreshëm, që e pas ka ndërua djalë me një element që se ndëron gjithkanin, me pa jetën kanë vështrim real. Tha dhe inshallah ai djalë tha vdes i kompletu. Inshallah ai djalë tha vdes i kompletu. Kjo fjali bani përshtypje njerëzve, dhe Rasulullah. Po që është e mundshme me vdek njeri i kompletu? A i ka çmtyrët e trupit vetë kur vdes? Jo, tha pejgamberi sa se kam qëllimin këtu. Tha po e kam qëllimin vdes i kompletu, ta se shumica për njerëzve. Tha kur vjen momenti me dalë prej kësaj bote, janë të shkafërderë në përqyshe të njës.
Tha dikush e ka mendjen me një lugin tjetër botës, dikush e ka me një lugin tjetër, tha shpreson me i ba bashk kur tha Suliban, dhe del për kësaj bote i shka përdert me mendje, i shka përdert me shpirt, kur se ka i këshiju krasinë e kësaj bote, të mendu se s'ka ardhmëri për ta, dhe të mendu se bota i ka kënë veç ati dhe s'këtit. Pra të ndëruar vlezër, për nga me samë puna thotë se atyre të cilët janë pesimisti të se bote, knaqu me ata shakin dhut. Sepse ta për nga me samë në qofë se jetë gjallë paradite, shfrytzohen paradite. Sepse nuk ki garancion për Zotit, a do të ashethë njerë të përëndu djeli. Por qofë se ke arritu përëndu djeli, knaqu me jetën tane, me familjen tane, me shoqërinë tane, sepse nuk ke garancë për Zotit më drejshëm, a e por jeton edhe njerë me pa se si lindjeli këtë botë, dhe se si në gjallët jeta, kur t'je pleja Allah,